rreshes me klikime të blera, por kush i ka reale, në kuptimin kush janë 3 më të klikuarit? Tani, është një mix midis atyre që bëjnë këngë dhe muzikë moderne dhe aty që bëjnë dhe këngë popullore. On top, ato dy emra që unë i përmendja, që janë Noise dhe Alban Skënderaj, janë nga ato, dhe më thënë që jo vetëm në YouTube i bëjnë ato klikimet, por mbushin dhe stadiumet. Rasti Alban Skënderajt, Noise-it, po, ndërsa të tjerët pasaj që bëjnë ndoshta dhe më shumë se ato ditën e parë dhe dytë, mezi që mbushin një klap. Që kjo ndodhë. Mund t'i dish, mund t'i krahasosh vetë se kush mund t'jenë ato, sepse më bësh një research kush janë konkurrentët e tyre dhe sa klikime bëjnë ato zakonisht, që qikosh hecurinë e tyre. Pasaj, vendi i tretë nuk është shumë i sakt, dhe nuk mund të them sakt një artist, për mbas këtyre vinë artistët të cilët bëjnë edhe muzikë popullore. Muzika popullore është akoma shumë e rëndësishme për ne. Ka artista edhe nga Kosova që bëjnë shumë klikime, po ka dhe artista për shembull që bëjnë muzikë shqip moderne, si për shumë dhe Auri Lagace dhe Juliana Pasha, dhe më thënë që klikohen goxha. Pavarësisht që nuk bëjnë 1 milion klikime, janë të sukseshme me klikimet e reale. Por gjithsesi unë dua të të pyes ku po shkon sot bota e muzikës, artistët nga fitojnë, si performohet në diskoteka, ku është e gjitha kjo? Tani nga YouTube-i nuk është se gjenerojnë të ardhura maramëndse, të cilët janë në gjendje të rifinancojnë gjithë shpenzimet që i ka një artisti muzikës. Kështu që ato janë të detyruar të fitojnë të ardhurat nga edhe mënyrat e të tjera, si për shembull koncertet, reklamat që mund të përdoret kënga e tyre në për reklama, kur dalin në për televizione, ku bëjnë edhe vetë koncertet të mdhaja, si në për stadiume, nuk po flasim vetëm për ato në për klabe. Kështu që atje është një pjesë akoma shumë e madhe të xhirot që ato gjenerojnë. Për shembull, unë kam parë artista që në YouTube gjenerojnë 200 dhe 1000 euro në muaj, po ndërkohë ato me klikimet, që nuk e di mund të kenë qenë falso apo jo, mund të marrin dhe 20 mishe për një natë në një klub të caktuar. Dhe tani kjo tregon që ti duke pasur edhe një audiencë ndoshta dhe me klikime falso, mund të gënjesh, mund të mashtrosh atë organizatorin e klubit, që ai të paguajë 20.000 euro. Dhe kjo është mënyra se si bën patjetër. Po, patjetër, atje fitojnë shumë të ardhura, por ka një gjë për të thënë që këngët, a janë të suksesshme apo jo, dallohen. Kështu që dhe këto klubet mund të marrin 1 herë, 2 herë, 3 herë se ke një emër shumë të mirë, por herën e 4 kur e shikojnë që publiku nuk është se po reagon për këngët e të tjera. Jemi te muzika, por natyrshëm vjen të pyes për pjesën e politikës dhe të politikanëve. Në jetën tonë hyn vrullshëm politika, jo aq edhe sa muzika, e flas për fasha të ndryshme moshore, por